pick and rollin, Amxhill I mbetet atje të lufton me Tyler. Minatorët filluan shkëputjen me gjuajtet nga distanca. Ishte kjo treshe Mustafa Amxhill që nisi thellimin e përsisë së Trepçës ndaj Borës. Mustafa Amxhilli. Në kohët të gjysmëfinales së parë në Kupën e Kosovës. Nga këtu fituesja në fuqi e këtij trofeju vazhdoi dominimin, duke arritur brenda çerekut të parë e përsi dyshifrore. Ekipi mysafir tentoi që të shkrijë këtë përsi të xhehetarëve deri në 3 pikë, por kjo treshe Drilan Hajrizi në sekondat e fundit bëri që Trepça ta mbyll çerekun e parë me 6 pikë avantazh, 21-15. Dominimi I vendasve vazhdoi edhe në periudhën e fundit, duke krijuar e përsi deri në 14 pikë, me këtë 2 pikësh të Hasbrook. Ky I fundit ishte edhe më në forë në periudhën e tretë me 2 treshe radhazi, me Trepçën që kishte kozhallim deri me 20 pikë. Deri në fund të kësaj pjese të lojës zëhetarët nuk u ndalën, duke e mbyllur periudhën e parë me 29 pikë përsi. Hasbrook snajperin e kishte gati edhe në çerekun e 4, në të cilin realizoi 2 treshe për të afruar Trepçën drejt fitores, duke udhëhequr me 29 pikë, 74-45. Ndërsa e përsia më e lartë në këtë ndeshje erdhi me këtë 3 pikësh të winning për 82-51. Deri në fund Trepça mbajti ritmin për të fituar me 23 pikë dallim, 87-64 në ndeshjen e parë gjysmëfinale. Ndonë se ndeshja kthyese do të zhvillohet në Prishtinë, ku do të zbulohet edhe finalisti. Më I dalluari në këtë takim ishte Mustafa Amxhill me 19 pikë e 8 kërcime, kurse Hasbrook shtoi 16 të tjera në mesin e tyre 4 treshe.